faleminderit Komitetit Shqiptar të Helsinki dhe qendresës për ftesën për të thënë dy fjalë në këtë takim. Një javë më parë në një takim pak a shumë të ngjashëm të organizuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore me mbështetjen e OSBE-s, ku u diskutuar në lidhje me financimin e partive politike, krahas pikpamjeve dhe mendimeve dhe opinioneve që u prezantuan në atë takim në lidhje me këtë çështje, thuajse të gjithë pjesëmarrësit përcollën mesazhin e atyre karakteristikave që do duhet të gëzojë procesi i reformës zgjedhore, ku më thelbësisht do të listoja transparencën dhe gjithëpërfshirjen e këtij procesi. Dhe duke qenë se ne të gjithë ndajmë një opinion të përbashkët që cilësia e produktit të kësaj reforme zgjedhore është e lidhur drejt për së drejti me mënyrën se si kjo reformë do të realizohet, mbetet ose ka vend që ta adresojmë këtë thirrje për përfaqësuesit politik të cilët drejt për së drejti janë të angazhuar në këtë proces. Dhe krahas transparencës dhe gjithëpërfshirjes që do duhet ta karakterizojë procesin e reformës zgjedhore, do doja të shtoja këtu dhe një element të tretë që ka të bëjë me kohën kur kjo reformë zgjedhore do duhet të realizohet. Duhet që ndryshimet në ligjin zgjedhor të jenë në fuqi jo më vonë se qershori i këtij viti. Në këtë mënyrë, partitë politike, KQZ apo dhe institucionet të tjera publike që lidhen me procesin zgjedhor do të kenë kohën e mjaftueshme në dispozicion për përgatitur zgjedhjet vendore të vitit 2027, ashtu sikurse do përcaktohet në kodin zgjedhor. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë përcakton se sistemi i qeverisjes bazohet në zgjedhje të lira dhe periodike, ndërsa në kodin zgjedhor përcaktohen rregullat për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve në vend. Në këtë kuadër, reforma zgjedhore duhet të synojë në gjykimin dhe në vlerësimin ton përmirësimin e funksionimit të këtyre rregullave dhe adresimin e të gjitha problematikave që janë evidentuar gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme. Por sikurse thash të mësi për një karakteristikë e rëndësishme që do duhet të ketë reforma zgjedhore, është ajo që lidhet me transparencën, me mënyrën se si do të ndërtohet apo do të realizohet reforma. Procesi i reformës duhet të jetë i hapur dhe i konsultuar gjerësisht. Diskutimet për ndryshime në legjislacionin zgjedhor nuk do duhet të zhvillohen në mënyrë të mbyllur ose të kufizuar dhe vetëm me pjesëmarrje politike apo në tryeza politike. Përkundrazi, procesi duhet përfshirë konsultime me institucionet që administrojnë zgjedhjet, me organizatat e shoqërisë civile, me median, me ekspertë të fushës dhe me organizata ndërkombëtare që monitorojnë proceset zgjedhore, por edhe me organet e drejtësisë. Rekomandimet e vazhdueshme të OSBE-UDIR-it kanë theksuar rëndësinë e zhvillimit të reformave zgjedhore përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent, të bazuar në një konsultim të gjerë me aktorë institucional dhe politik. Këto rekomandime nënvizojnë gjithashtu nevojën që ndryshimet në legjislacionin zgjedhor të mbështeten në një analizë të vërtetë, reale, të thelluar të problematikave të evidentuara gjatë proceseve zgjedhore, si dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare. Një proces i hapur konsultimin ndihmon në identifikimin më të qartë të problematikave që shfaqen gjatë proceseve zgjedhore dhe në hartimin e zgjidhjeve ligjore që janë të qëndrueshme dhe të zbatueshme në praktikë. Transparenca në procesin e reformës është gjithashtu e rëndësishme për rritjen e besimit në ndryshimet që propozohen dhe për të siguruar që reforma të reflektojë interesin publik dhe jo vetëm interesat politike të momentit. Ka shumë çështje të cilat do duhet të adresojë kjo reformë e radhës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë publik një listë për rreth 15-16 të tilla, më të rëndësishme, duke filluar nga ato që kanë të bëjnë me mënyrën e organizimit dhe funksionimit të komisioneve të niveleve të dyta, për të vazhduar tek financimi i partive politike dhe i fushatave, si edhe në institucioneve publike në periudhën zgjedhore, çështje që kanë të bëjnë me administrimin apo të themi keq administrimin e aseteve publike, presionin ndaj votuesve
e deri tek procedurat që lidhen me mënyrën e votimit dhe nxjerrjen e rezultatit. Qëllimi është që të forcohet integriteti i procesit zgjedhor. Një ndër aspektet e lidhura direkt me integritetin e këtij procesi është edhe ai që ka të bëjë në mënyrën se si trajtohen shkeljet që mund të ndodhin gjatë periudhës zgjedhore. Kodi penal përfshin një kapitull të veçantë për vepra penale që prekin zgjedhjet dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, si shitblerja e votës, intimidimi i zgjedhësve, falsifikimi i materialit zgjedhor, pengimi i subjekteve zgjedhore, si dhe ndërhyrja në procesin e votimit ose në rezultatin e zgjedhjeve. Këto dispozita krijojnë në gjykimin dhe në vlerësimin ton bazën ligjore të mjaftueshme për trajtimin e shkeljeve që lidhen me procesin zgjedhor dhe rrjedhimisht për mbrojtjen e integritetit të tij. Në kuadër të eficiencës së zbatimit të këtyre normave ligjore, bashkëpunimi ndërmjet institucioneve që administrojnë zgjedhjet dhe institucioneve të drejtësisë merr një rëndësi të veçantë. Një zhvillim pozitiv në këtë drejtim në kuadër të zhvillimit të zgjedhjeve të 11 maj 2025 ka qenë edhe memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurisë së Përgjithshme, si dhe Prokurisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky memorandum synoi të forcojë bashkëpunimin ndërinstitucional për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e veprave penale që lidhen me zgjedhjet përmes shkëmbimit të informacionit dhe koordinimit të veprimeve ndërmjet institucioneve gjatë periudhës zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bindjen e plotë se një koordinim i tillë ndërinstitucional mund të kontribuojë në trajtimin më efektiv të rasteve që lidhen me shkeljet në procesin zgjedhor dhe rrjedhimisht në forcimin e integritetit të zgjedhjeve. Për KQZ-n, eksperienca e bashkëpunimit dhe koordinimit në zgjedhjet e shkuara midis të tre këtyre institucioneve, si dhe me policinë e shtetit, ishte e suksesshme dhe do duhet të përmirësohet në të ardhmen. Për ta përfunduar, risjell edhe një në vëmendje nevojën që reforma zgjedhore duhet të jetë një proces transparent dhe i konsultuar gjerësisht, ku ndryshimet në legjislacionin zgjedhor të diskutohen me të gjithë aktorët e interesuar, pavarësisht peshës së tyre politike apo institucionale. Një proces i tillë për gjykimin dhe vlerësimin ton ndihmon jo vetëm në përmirësimin e rregullave që lidhen me zgjedhjet, por edhe në forcimin e integritetit të proceseve zgjedhore, si dhe në rritjen e besimit të qytetarëve dhe të gjithë aktorëve në procesin zgjedhor. Faleminderit.